Lejen për të dalë nuk e kishin, por 3 persona nuk dëshironin të qëndronin më në qendrën e mbajtjes për të huaj në fshatin Vranidol të Prishtinës. Kështu edhe roja tentoi të ndalte e si pasojë mori lëndime. Derisa disa azilant po tentoheshin të largoheshin nga këtu pa autorizim, të roja tentoi të ndali. Megjithatë i njëjti u sulmua, i cili dyshohet të jetë sulmuar nga një 23 vjeçar, shtetas i Egjiptit. Kështu raportua në media, derisa nuk dihet nëse ndonjëri nga të dyshuarit ka arritur të arratiset. Pasi Ministria e Punëve të Brendshme në kuadër të së cilës funksionon qendra, nuk theu përgjigje për këtë rast, ndërsa policia e Kosovës nuk dha shumë detaje. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar në ndyshimin se ka kryer veprën e lartcekur ndaj viktimës mashkull kosovar, me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje. Por ekspertët e sigurisë thonë se duhet të ketë një numër më të madh të zyrtarëve të sigurisë në këtë qendër. Duhet të ketë një analizë të mirëfillt të mekanizmave kompetent dhe të përforcohet fillimisht me staf adekuat ato qendra, e natyrshëm të kenë trajnime të vazhdueshme bazuar në situata praktike që kanë ndodhur në të kaluarën dhe që mund të ndodhin, pritet të ndodhin në qendrat e tilla në bazë natyrës së funksionimit të tyre. Në këtë qendër që është funksionalizuar që nga viti 2015, kërkohet gjithashtu që të ketë edhe patrullime më të shpeshta të policisë.